Tani, Angel, do të kalojmë në një temë që këto ditë është tema më e zjarrt në gjithë globin, në gjithë botën, është arrestimi i Maduros në Venezuelë, ku ushtria e Trumpit, ose ata njerëzit më kompetent... Jo, nuk quhet arrestimi, quhet rrëmbimi. Rrëmbim? Po, çfarë është? Jo, ka dhe teoria tjera që Maduro kishte kohë që i bënte thirrje Trumpit, hajde se unë jam i gatshëm për çfarë gjë tjetër. Si është pra situatën Maduro, Trump, Amerikë, Venezuelë? Atëre, në radhë të parë një problemi është shumë i komplikuar. Shumë. Sepse unë jam në mëdyshje të jap të drejtë njerit apo tjetrit. Pse? Sepse unë jam antidiktator vetë. Në përgjithësi, unë nuk jam me ato forma të pushtetit që ndrylin lirinë e njerëzve. Një kjo. Pra, në rastin konkret Maduros me popullin e vetë? Po, pra. Dihet që në Venezuelë ka një kundërshti ndaj pushtetit, ka një opozit aktive, që her pas here shtypet, është pretenduar nga europianët dhe nga amerikanët që atje zgjedhën sa kanë qenë të njëjta situatë në Shqipëri apo? Që është pak a shumë, Dakor? Ndoshta në qik më keq. Ne kemi fatin këtu që sido që tjetë ca gjera na lejon, nga që këtu ka pranit të përreshme të këtyre që duan s'duan edhe në një favore dhe na e bejnë neve popullit. Ndërsa nga ana tjetër, e drejta ndërkombëtare nuk e lejon kurse si ndërhyrje një shteti tjetër të shkojnë në këtë lloj forme të marrë një president të rrëmbej një njeri ta marrin këtë. Ky skenar ka qenë eksaktësisht i njëjti me atë që kanë bërë francezët në bregun e Fildisht, duket në vitin 2010-2011, kanë rrëmbyer presidentin, kanë shkrehur armë të rënda në kryeqytet, njësoj si këta, e kupton? Kanë vrarë njerëz, kanë vrarë gardën që e mbronte presidentin dhe kanë grabitur pasurinë e tij. Në fakt, i gjithë akti ka qenë grabitje pasurie. E kupton? Ka pasur dhe senator amerikan që janë ngritur edhe kanë ngritur zërin. Ky është rasti i dytë që njoh unë, po unë di edhe këtë që brenda këtyre ditëve janë tentuar veprime të tilla edhe në shtetet e Afrikës. Edhe kundër Ibrahim Traoré, që është presidenti i Burkina Fasos. Po që kemi prekur. Po, që kemi prekur disa. Por ka dhe një gjë tjetër, që unë të paktën kështu e shoh unë. Unë mendoj që veprimi kundër Maduros është i njëjtë me sulmin që i është bërë rezidencës së zotit Putin. E keni parasysh? Që Ukraina ka derdhur rreth 90, apo nuk e di se sa, një numër të madh dronësh, vetëm në rezidencën e zotit Putin, pak ditë para vitit të ri. Dhe unë të paktën kështu e shoh, se Kur thua Ukraina, i bie që mund të jetë ndoshta po Amerika vetë? Pikërisht pra. Prit se këtu do dalim. Unë kam dyshime se me nxitjen e Netanyahut, i cili ka përdorur gjërësisht atë strategjinë e prerjes së kokave. Domethënë që Netanyahu gjatë gjithë kohës ka vrarë të gjithë liderët e Hamasit, të Hezbollahut e tjera, ka tentuar kundër liderëve të Iranit, ka vrarë disa ushtarak të lartë atje, ministra më thetash, dhe këtë strategji pak a shumë e ka përdorur dhe Ukraina, se pak ditë para se të bëjë sulmi kundër zotit Putin është vrarë një general i madh në Moskë. E kupton? Dhe unë besoj që Trump ka rënë dakord me strategjinë e zotit Netanyahut për të vrarë të gjithë kundërshtarët, për të vrarë krerët e shteteve. E kupton? Domethënë unë shoh rrëmbimin e Maduros një akt që unë të papranueshëm, jashtë kornizës së të drejtës ndërkombëtare, një gjë që debatohet fort sot në Amerikë dhe janë shumë kundërshtarë. A ka një institucion më lart nga këta që mund ta gjykojë? Ka gjykatë ndërkombëtare. Mund ta gjykojë gjykatën ndërkombëtare këtë? Po pra, mund të gjykojë të dyja palët, mund të gjykojë Trumpin për rrëmbimin e Maduros, edhe Maduros për pushtetin që ka përdorur ndaj popullit.
Jo vetëm për pushtetin, por nëse ai me të vërtet ka nxitur drogën dhe ka pjesëma. Po jo ta bëj Putin, ta bëj Trumpi ose Amerika, kush është? Nuk ta bëj një shtet tjetër. Nuk mund ta bëj pra. Sa sovran tjetër ai shtet. Sepse njeriu mbrohet, quhet i mbrojtur sa kohë që ai mbron territorin e vet. Po dol jashtë territorit dhe po u fut në territorin e dikujt tjetër, ai nuk është më në mbrojtje. A mos ndoshta Trumpi përveç pjesës këtë që po e shet që jo ky na shiste drogën, na helmonte popullin tonë amerikan e tjerë, ndërkohë që statistika tregojnë që Kolumbia, Ekuadori e tjerë janë ato që dominojnë më shumë në shitjen e drogës në Amerikë. Mos ndoshta Trumpi do të jepte një mesazh Rusisë, Kinës që kanë filluar të reagojnë me ngjarjen e grabitjen e Maduros. Pra të jepte mesazh fuqive të mëdha të tjera. Përveç kësaj, që është një prej mundësive, unë shikoj një tjetër mundësi. Unë shikoj që Trump është shumë herë më i fokusuar në një senjal dhune kundër vetë amerikanëve. Ti nxisi frikë domethënë? Ti fusin ata në frikë. Panik. Në panik. T'ju thot atyre që këtu vendos unë dhe jo gjykata. Sepse Trump është jashtëzakonisht i akuzuar dhe në rrezik maksimal nga paditë që rrjedhin njëra mbi tjetrën, sidomos për pedofilie për çfarë dush ti. Për vjedhje, për manipulime, për mos pagim taksash dhe ai tash i ka ndërmarrë me njëherë sulmin kundër Groenlandës. Po, direkt pas saj. Për të marrë Groenlandën. Po, ka parlemuar edhe për shtetet tjera që bëjnë për njëtën gjësim në Maduro në Venezuela. Qëllimi është që ai të justifikojë çdo lloj veprimi agresiv që ka bërë edhe Netanyahu, që nesër mund të ngrihet me pretendimin që duam edhe Sirinë, duam edhe Libanin, duam edhe Palestinën, duam edhe pjesë nga Irani apo të gjithë Iran e tjera e tjera. Kjo është një teori jashtëzakonisht agresive dhe jashtëzakonisht e rrezikshme. Dhe unë besoj që ati do t'i kthehet në bumerang. Kthehet thua? Unë them që po. Pse si? Nga ku bazohesh domethënë që shet në këtë? Në radhë të parë mos harroj që tentativa për të marrë Groenlandën dhe është prej kohësh ajo. Po pra, dhe shprehjet publike që duam Groenlandën për arsye sigurie e tjera është një cënim shumë i rënd i marrëdhënies me Europën. Pa ti s'po intereson shumë cënimi i marrëdhënies me Europën. Po pra, madje deri diku është deklaruar hapu që ne jemi në luftë. Kjo ama bëhet fakt i kryer dhe Europa nuk mund të rinj më, domethënë kështu indiferente ndaj agresivitetit të tij. Deri tani Europa është munduar që sido që ti ta mbajë marrëdhënien mirë me Amerikën. Edhe me Izraelin. Po, si ka reaguar Europa me këtë rrëmbimin e Maduros nga tani me sa di unë nuk kam qenë shumë interesuar, po me sa di unë, të paktën zyrtarisht, është thënë që komisionerja për marrëdhënie me jashtë, Kaja Kallas, është prehur që duhet ruajmë gjakftotësinë, të shikojmë ruajtjen e ligjit, mos futemi në konfrontime të rënda e tjera. Për shembull Shqipëria do direkt mbështetje të këto janë gjëra si thua sa për të largojmë se nuk kanë asnjë. Shqipëria do direkt mbështetje të Trumpit me këtë veprim që bëri. Po inshallah ka dalë. Jo, ka dalë, Spiropali disa tjerë. Se i bie që të parin të rëmbejetin ai. Po pra se kjo është ai krahasimi që kanë bërë edhe nëpër media dhe shumë njerëz, domethënë që me reagimet e tyre inshallah ka rrallë Edi Rama, Maduro. Unë vet nuk jam interesuar as për njërin anë as për tjetrën. Të paktën siç e dini ju se që kanë bërë publiku disa herë, ai vazhdon të shprehet se është miku im. E kupton ti? Gjë që unë nuk e di se nga kemi dalë miq, po ai do të jemi. Dakor. Domethënë, unë personalisht nuk kam asnjë interes as për po as për jo. Parë kështu. E kupton? Megjithatë, unë mbetem në atë pikë që veprimet e një shteti, qoftë Amerikës apo qoftë diku tjetër, në rrëmbimin e një kryetari të një shteti tjetër, është një cënim shumë i rëndë të drejtës ndërkombëtare. E kupton? Vetëm me urdhë gjykate. Nëse me të vërtet Trump nesër shkon në gjykatën ndërkombëtare, i çon prova gjykatës, qoftë edhe kësaj këtu, Spakut. I çon prova dhe i thot, shiko, Edi Rama ka bërë këtë dhe ne kërkojmë që ta gjykojmë. Sepse ne ka bërë pastaj. Nëse gjykata vendos. Pastaj dikush mund ta bëj, dhe mund ta bëj ai që është më i forti, Amerika. Po mirë, si hyri SBA-ja domethënë Trumpi, si u fut brenda në Venezuela, ka pas njerëz që kanë qenë shitur aty domethënë që janë shit nga ata. Patjetër.
Venezuelës, njerëzve të ati, Maduros, ndoshta e ka shit, apo ka qenë ky gatshëm vetë dhe është bërë kjo loja kështu? Jo. Mos ka qenë një lloj dakorcille e Maduros, apo si ta marrë? Jo, ne e tham dhe dihet fakti që atje ka një pas një pasojë, pas një lloj gjëje, domethënë, kupton? Aq jo, pasur nuk më vrau gjithë ata vetë ajo. Vran atje? Ora. Po jo, në media thonë që s'ka ndodhur asgjë. Lere çfarë fut kota dhe vraj gjithë bodyguardët. Janë vrarë? Ore. Po I sharruan do të. Është edhe e pabesueshme, do të futesh Jo, atje jo, dhe ta jo. marrësh ti, hajde tani. Jo, ore, leri budalli që ne e tham që atje ka Domethënë e kanë shit edhe të tyre. atje ka njerëz, shumë njerëz që e duan si thuash rrëzimin e Maduros dhe natyrisht ata kanë marrë pjesë aktive në bashkëpunim me amerikanët. Dhe amerikanët para se të vepronin e dinin që do gjenin mbështetje atje. Po si shef, dhe kjo do t'i kushtoj më shumë Venezuelës, kjo gjëja që ndodhet tani nëse Trumpi, siç ka thënë që do ta marrim ne, le të themi, pushtetin aty, do ta udhëheqim ne, domethënë Venezuelën. Kjo i te kalon çdo mendje njerëzore. Në kuptimin e ligjit dhe të drejtës ndërkombëtare. Dhe Trump e ka këtë tendencë që të thotë që këtu jam unë, bile në këtë botë jam unë. Fakt. Por mos harroj që tani ai ka bërë 3 armiq të rrezikshëm, 4, 5. Rusin një që dihet. Sepse me sulmin kundër rezidencës Putinit nuk kam me ka ndarë. Domethënë, nëse deri dje ata janë ruajtur kështu, jemi si jemi, bisedojmë, nuk besoj që rusët, pavarësisht e është apo se është Putini, të jenë me në linjë gjysmëmiqësore me Amerikën. Kina nga ana tjetër kishte paralajmëruar dhe ka paralajmëruar, ka ngritur zërin dhe i ka thënë që kthehemi një herë Maduron. Po. Sepse Kina ka interesat e veta, ka kontrata të furnizimit me naftë dhe gaz nga Venezuela, që është nga prodhuesit më të mëdhenj. Jo, prodhuesi më i madh në botë. A mos ka qenë edhe kjo arsye që Trumpi është futur aty për pasurinë domethënë që ka Venezuela? Po pikërisht pra, nuk diskutohet. Po intereson ajo që thotë domethënë jo po na vrasin me droga gjëra. E pralla. Amerika e treti kush është vendi i tretë? Atë që s'do ta marrin nga Kolumbi, nga do të japi vetë. Pas bosta. Ta prodhoi vetë. Tani shteti i tretë? Shteti i tretë është Irani. Edhe Irani reagoi. Do ka ngritur zërin dhe prej kohësh ka thënë. Shteti i katërt është shtete, jo shtete kështu. Shtete, unë po flasim për shtete. Që janë aty me ndoshta edhe më larg se sa Amerika. Po është Afrika, më fal, Korea e Veriut, që prap ka një potencial të madh ushtarak, e kupton? Dhe ka të njëjtën natyrë pushteti pak a shumë në atë të Maduros, edhe Shqipëria. Dhe mbi të gjitha është vetë Europa. Edhe Europa. Tashti Europa shikon një rrezik për veten e vet. Them unë, nëse i kanë sy të hapur. E kupton? Dhe në rast të kundërt ekziston një mundësi që dhe kjo është i parashikimi me i para 15 vjetëve të paktën. Që do të vi një ditë, në rast se gjërat janë kështu siç janë sot, do të vi një ditë që Europa do ndahet prapë në mes. Ndahet prapë? Gjysma për Amerikën e gjysma për rusët. Tem shumë gjatë. Dhe prandaj them unë që europianët duhet të hapin mirë syt dhe e vetmi shpëtimi i tyre është ruajtja e vlerave që ka pasur deri tani Europa. Vlerave të demokracisë dhe të zbatimit të ligjit. Kupton? Duhet patjetër të zbatohet ligji ashtu siç është shkruar, me ato që është shkruar, pa marrëveshje, pa dallavere, pa falsifikime, pa manipulime të tjera. Duhet patjetër që media të bëhen media, jo të bëhen bashkëpunëtor në mashtrim. E kupton? Ndryshe Europa nuk ka asnjë lloj mundësie të mbrohet, as nga Amerika, as nga Rusia. Tani masa e popullit në Venezuelë është me Maduron apo me veprimin e Trumpit? Si e shet? Gjysmë për gjysmë. Si duhet ishte po të ishte ti pjesë e atij populli për shembull? Po të isha pjesë e atij populli? Si do të shihe? Atëre pikërisht duke marrë parasysh gjithë ato gjëra që thuhen për Maduron. Në fillim të deklarimit, pra kë vjen më para ti vjen te ligjin në fillim të deklarimit tim unë thash dy gjëra. Po. Një, andaj po bëj pyetje. Ashtu. Një që
Unë nuk jam dakord me rëmbimin e Që presidentit. ndërhyjë një shtet tjetër. Që të ndërhyjë nga një shtet tjetër. Dhe dy, Si quhet unë pushtim, nuk jam dakord që presidenti të ushtrojë dhunë mbi popullin e vet. Po. Pra, Dakord? e para është kjo domethënë. Që Të dyja, unë nuk i ndaj dot nga njëra tjetra, po duhet të dish një gjë. Flitet për shumë diktatorë në përbot. Po. Edhe ky është një rast. Po, Edhe ky është një rast. kjo do e dini apo. Si kjo është. Unë për vete di që në Risi mos na dënojmë, po the diktator për këtë si një vend për demokratik. kujtë. Për sultanin tonë. Po ky nuk është diktator, ordi. Nuk është. Jo, mos i metroni gjëra. Mos i metroni si me ju e kam të shkruani apo diktatori apo ai është hajdut dhe një njeri që abuzon me të tëra format sepse e lejojnë të bëhet. Ai nuk është i vetmi diktator. Këtu ka një masë që mund të jetë 5, 6.000, 10.000 veta që marrin pjesë në atë diktaturë. Pa. Dakor? Nuk është ai. Po i pse se reagoje për këtë për shembull për pjesën e Madurës? Po dalë se s'di çallë. S'ka ne hall tjetër. Tani janë dy raca diktatorësh. Të dyja racat janë krijese perëndimit. Më dëgjoj mirë. Sa më pëlqej kjo temë. Dëgjoj këtu. Një janë diktatorët që janë krijuar vetë nga fuqitë imperialiste. Nga amerikanët, nga francezët, nga britanikët, nga belgët, nga hollandezët e tjera. Këta janë ajo raca më e pastër e diktatorit. Dakord? Po ka dhe një racë tjetër diktatorësh, si Irani për shembull. Irani praktikisht ka një diktaturë, një shtet që praktikisht ka ndrydhur shumë nga të drejtat e qytetarëve të vet, po mos harroni se shteti iranian i sotëm, ky shteti i mullave, i shteti i diktaturës islamike, në vetvete është krijesë e Amerikës. Ai erdhi në pushtet pikërisht për shkak të reagimit të jashtëzakonshëm të popullit iranian kundër shtypjes amerikane. Ç'a skenarësh. E kupton? Domethënë, dhe të tillë nuk janë një e dy. E kupton? Edhe ata praktikisht ata liderët e Afrikës, të Burkina Fasos, të Nigerit, të ku dëgjon, s'ka rëndësi, Vendeve tjera. të Balit, që praktikisht kanë marrë pushtetin nëpërmjet dhunës ushtarake dhe e mbajnë nëpërmjet dhunës ushtarake, janë një racë si Enver Hoxhës. Domethënë janë njerëz që për shkak të konfliktit shumë të rëndë me francezët dhe për shkak të nevojës së domosdoshme për të shkëputur nga imperializmi, e kupton? Kanë krijuar një formë pushteti që mbahet detyrimisht me dhunë, sepse s'mund të mbahet ndryshe. Nga që francezët, për shembull, po i marrim kot për shembull, kanë atje rrenjë, kanë rrenjë ata. Kanë shumë njerëz që e duan Francën. Janë shkolluar në Francë, kanë marrë biznese nga Franca dhe vjedhin pasuritë e vendit të tyre. Si ky këtu. Ky është i pikë si ata. Po sa vite ka kjo që është, domethënë, mirë organizuar në këtë formë, që kanë futur njerëzit e tyre ato, si në Iran që është, si në Afrikë. Në shekuj. Ka shekuj, ë? Në shekuj, gjithmonë. Sot mund të jetë epoka ose koha e lulëzimit tyre domethënë. Që në kohën e Xhingis Khanit apo akoma më përpara, gjithmonë fuqitë e huaja për të marrë pushtetin në një vend tjetër, çka kanë bërë? Kanë shfrytzuar vendasit. Kanë shfrytzuar tradhtim. Këtanët janë forma më e pastër e tradhtisë ndaj vendit të tyre. Që janë shitur. Por. Cili nga ato shtete më mend ti që nuk e ka shit veten kaq masivisht, domethënë si në ç'kuptim? Që ka qenë më besnik ndaj popullit vet, domethënë nuk ka pasur kaq tradhtar. Shiko. Të vetmi, për shembull, Rusia nuk ka tradhtar. Po. Kina nuk ka tradhtar. Atje e bëjnë nga Afrika ato apo e besojnë atë gjë? Të dyja bashkë. Rusia edhe Kina, po sidomos Rusia nga që ka pasur ndeshje shumë më tepër me perëndimin, ka ushqyer në popull natyrshëm ndjenjën patriotike. Natyrshëm. E kupton? Domethënë, ka pasur një tendencë të përhershme që shumë herët nga vendet e Europës për ta mposhtur Rusinë. E kupton? Natyrisht edhe Rusia ka bërë pjesën e vet, xhanum. Ka pjesën e vet fajt, nuk diskutohet. Po si popull, ata e kanë të natyrshme atë dashurinë, siç e kishin shqiptarët që nuk e kanë me. Deri kur e kishin shqiptarët? Deri para 30 vjetësh. Deri para 40 vjetësh. Tani se kanë me. Deri para 40 vjetësh më sa. Deri
deri në kohën e Enver Hoxhës, sepse rënia, vdekja e Enver Hoxhës dhe vdekja e Enver Hoxhës ndodhi në kohën që Shqipëria ishte në kulmin e marrëzisë së diktaturës, e kupton? Ngjalli shpresën që do shpëtojmë nga diktatura dhe ngjalli shpresën që Europa është demokratike. Aty më bërë më shumë hapa pas se sa më keq se sa diktaturë. Dhe pastaj u bën më keq se aq. Më keq se aq. Po nëse do rëmbenin Ramën, sultanin ton, mbretin, Zeusin ton, si do reagonte populli shqiptar? Si do reagonte populli shqiptar? Hiç do andemi pilaf. Nuk do kënaqe për shembull? Do kënaqe? Kush do kënaqe më shumë? Ato që janë pjesë e pushtetit të tij apo ne domethënë që s'kena lidhje fare me si palë? Ne që s'kemi asnjë palë, do hashim bukë pilaf tu. Do hashim bukë pilaf, vetëm për atë natë. Vetëm për atë natë. Ndërsa një pjesë, siç e thash unë, ja 5.000 apo 10.000 shqiptar të tjerë që janë të lidhur me pushtetin, do të zonin. Do kërcasin do i. Me paratë që kanë, do kërcasin do i. Po. Jo shqyrë do na lejnë Shqipërinë. Ose si do që tjetë, do kujdesen për të fshehur maskaradhaqet dhe paratë e vjedhur. E gjithë, përtej edhe kësaj pyetjes ngacmuese, le të themi në këtë formë, por si është e gjithë situatën, çfarë po ndodh tani për ta përmbledh? Ku po shkon bota? Ku po shkon se me botën lidhet edhe Shqipëria, se thonë edhe ka nga ata që thonë edhe ka Shqipëria që vogël do i bëjmë një këtë deri diku në edhe mënyrë direkte ose indirekte. Prekemi nga këtë gjë. Po si është edhe në botën, çfarë rrjedhë po merr, si nga Izrael, Palestinë, jo Irani hyri Syri, plasi, jo po bomba po mbushet, është gati duke. Atë çfarë tashun përpara? Ku po shkon? Veprimi i Trumpit është një veprim që unë besoj do t'i kthehet në bumerang. E thash që në fillim. Domethënë, është ajo teoria kineze, po nuk u turbullua nuk ullohet. Domethënë, veprimi i Trumpit mund të ketë nxitur shkëndijën e një shpërthimi të kundërt. Një shpërthimi nga ana e rusëve, iranianëve, kinezëve, koreanëve, tjera, të cilët shohin rrezik në mënyrën e veprimeve të Trumpit dhe besoj unë që këte kanë filluar të shikojnë dhe europianët, pavarësisht se nuk e thonë dot njëherë për njëherë. Po më i fuqishëm i bie që të jetë ky Netanyahu në gjithë botën tani? Atëherë, strumullari që po gjithë të bullon ujë. Edhe një herë. Netanyahu nuk është më i fuqishëm. Po lidhjet që perëndimi në mënyrë idioteske, do të thënë, ka krijuar me Izraelin me pretendimi sepse në Europë vazhdojnë të ketë qarqe që vazhdojnë të mushojnë asaj faktës që ne jemi krishtërimi. Del edhe ky budalla jonë thotë Skënderbeu ka qenë krishter. Po. Skënderbeu nuk ka qenë krishter. Jo? Jo. Ka qenë një anti-otoman. Mos e ngatrojmë bjerë. Anti-otoman. Ai u bëj krishter, mori aleancë me papën, me Italinë, me tjetrin, për nevoja të mbrojtjes së vetes dhe të atë të tij. Ishte thjesht diplomaci. Të tjerat janë budalliqe, leri të krishterit. Shqiptarët nuk janë të krishterë, janë paganë. Nuk kanë fe të tyre. Feja e shqiptarit, po të mbyesësh mua, është shqiptaria. Nuk ka fe tjetër. Ata që besojnë që mendojnë se janë shqiptar, duhet të mendojnë se feja e tyre është shqiptaria. Pastaj, njeriu sipas vetes mund të besojë se atë qefi tjetër gjë. Ajo është personale. Mu biem dakord, gjithsesi ka besimin vet, por për islamin, për krishtërimin, për budizmin, për çfarë do të duhet fare mua. Po ai dhe shteti shqiptar. Po mëse kthenin politikë, këto kanë kthim politikët, jo po krishtërimi, jo po. Këta e kthejnë në politikë. Edhe këta e kthejnë në politikë për politikë. Për politikë, patjetër, Sepse këta natyrisht nuk i besojnë prallës që Skënderbeu vajti u lindi atje dhe ai papa e futi në ujë edhe më fal për shpejtë. Es po themi. Domethënë tjetër gjë ajo dhe tjetër gjë kjo. Po Europa duhet të kuptojë që është futur në ujë pa kryq, pa dalje. Pa dalje. Dhe vetëm gjë që e mban Europën, unë vazhdoj të theksoj, dhe Shqipërinë, sidomos për Shqipërinë është domosdoshme, vendosja e ligjit ashtu siç është ligji. Këtu praktikisht i them apo si them unë, çdo ditë dalin të vërteta fjalët që të gjithë krerët e institucioneve janë të inkriminuar, të korruptuar, të futur në lloj maskaradhëqesh.
dhe mbi të gjitha të futur në tradhti. Shikojnë gjitha bëjnë, nëse ata të spakut do të bënin hetimet ashtu siç bëjnë, deri në shterim siç thot ligji, ti je i sigurt që të gjithë personat. Qa shikon ti, a gasët e ajo qa ishe Gjana, Ervina Gjana, më thëtë tash, ti je i sigurt që ata janë nxitur, janë korruptuar, janë rekrutuar nga një fuqi e huaj. Kanë bërë pak para prak ata. Shiko, unë të bëj, t'jap këtë post, po, do punosh për mua. Sa kënë se të kërkoj një gjesë ma jep, je mbaruar. Ti je i sigurt. Po tani me këto lëvizjet e fundit, a mendon se do të ulin çmimet përgjithësi? Çmimet e kujt? Të bazës, të shportës, të karburantit, për shembull. Unë s'kam barardhë që një mesazh për mua. Për shembull se ka nga ata që lëvizin me këto teoritë që thonë që me marrjen e Venezuelës nga Amerika, me naftën e pasurinë që ka Venezuela, po ta menaxhojë Amerika, do të bie çmimi i naftës për shembull. Çfarë do bëjmë që? Do ngrihet çmimi i naftës. Pse duhet? E kthen monopole i pastaj. Kthen monopole. E dyta mos harroj një gjë tjetër, që ta ndajmë një çik neve, se na humbe fillin. Zoti Trump kërkon që të vendosin unin. Ai ka dhe në strategjinë e vetë, në doktrinën ushtarake dhe në doktrinën shtetërore e ka që Amerika është mbi gjithçka. E kupton? Jo vetëm atë Amerika ta bëjmë Amerikën më të madhe, po Amerika është mbi gjithçka, e kanë bërë doktrinë. Do të thënë ata nuk duan të pranojnë kurrësi që për shembull Kina është më fort në teknologji, po themi. Apo që Franca është më fort në prodhimet të uraniumit. E tjera, s'ka rëndësi. Ai do që në çdo gjë Amerika sundon. Dhe europianët duhet të zgjohen. Se kjo nuk është thjesht një teori që i përket vetëm Amerikës. Ajo dhunon praktikisht të gjithë të tjerët, përfshirë dhe Europën. E kupton? Dhe mos harro që çdo gjë që bën ai është e pabazë. Unë të kam thënë para pak ditësh ty që Amerika sot është nën Kinën dhe ka humbur shumë. Ka humbur shumë nga tëra anë. Me këtë lëvizje humbi prap? Përveç se në ushtri. Amerika vazhdon të jetë absolutisht forca ushtarake më e madhe në botë. Sot për sot. Dhe Amerikën nuk e sulmon dot nga jashtë. E kupton? Teorikisht, pak. Por Amerika me këto veprime po nxit mënyra që mund t'i kushtojnë shumë shtrenjtë. A jemi pak në një lufte? Lufta është praktikisht e ndezur. Dhe me sa di unë, ata udhëheqësit evropianë sot janë në Kiev për të marrë vendim mbi kushtet e paqes me Rusinë. Kupton? Thuhet. Angel, të falenderoj shumë për gjithë analizë që gjithmonë e thua që është e imja, por prap të dashur shqiptar mos harroni që ky çuni këtu, telefonata e këtij çunit këtu, Altinit, ky çuni do të na hedhin më një herë këtë ashtu ne. Ora tash është 12:20, ky çuni tash do vjen në shtëpi do ta hedhë më një herë. Ose do ta hedhë që këtu, do të këtu. Idhe që këtu në rrjet. Tani në YouTube. Do ta hedhë se shqiptar sa më shpejt të mundemi. Miq, ju përshëndesim. Të jeni mirë, do të rishihemi, të takohemi sërish. Kështu që jeni vigjilent, na ndiqni dhe na bëni herë pas here ato komentet tuaja, pyetje që duhet. Provat e mia janë të padiskutueshme. Janë prova konkrete, prova që shifen me sy, që preken me dorë, janë persona konkret, kanë emra, kanë biemra, kanë emrat e institucioneve, kanë ngjarje, kanë data, gjithçka. Ashtu doli dielli. Doli dielli, kështu që Altini do ikin tash të bëj punën e do vejnë det të lahet. Po. Ju përshëndes. Kalofshi mirë të gjithë.